Edicioni i 58 i Festivalit të këngës për fëmijë në Korçë, i cili u zhvillua në skenën e teatrit Andon Zako Çajupi, ishte një festë e vërtetë e talentit dhe ëndrave fëminore, ku dhjetra voglush sollën për publikun këngë të gëzueshme, të ndjera dhe plot dashuri. Kënga fituese e këtij edicioni ishte Një botë me dashuri, me tekst dhe muzikë nga Marieta Jasi, orkestruar nga Adrian Jorgji dhe interpretuar nga Ester Taip dhe David Lako, të shoqëruar nga kompleksi i fëmijëve përgatitur po ashtu nga Marieta Jasi. Kënga përcillte mesazhin për një botë më të mirë, duke besuar se dashuria mund ta bëjë këtë botë më të bukur. Janë emocione të papërshkrueshme, ndihem shumë mirë dhe nuk e di domethënë çfarë do ndodhë më pas. Unë jam shumë i emocionuar se është edhe era e parë që vi në këtë festival. Ja dedikoj një fillim mësuesës sime, mësuese Marietës, të cilët më ka shtyrë në këtë pjesë, po ashtu dhe familjes sime që më kanë mbështetur. U përlote pasi more çmimin. Po. Sa? Sepse ishte era e parë që merja çmim, pavarësisht se kisha dalë dhe herë të tjera, po nuk ishin emocione të papara. I pranishëm në këtë aktivitet ishte edhe kryetari i Bashkisë Korçë Sotiraj Filo, i cili vlerësoi nivelin artistik të festivalit. Ka qenë një mbrëmje e mrekullueshme me kaq shumë performancash të bukura, kështu që dua të përgëzoj dhe të uroj të gjithë fëmijët për performancat e tyre, të përgëzoj dhe të uroj familjet e tyre, prindrit, gjyshërit, gjyshat, organizatorët për punën me përkushtim në organizimin e eventit, të përgëzoj gjithashtu autorët e teksteve, kompozitorët edhe orkestruesit e muzikës. Tani, në çdo konkurs ka vetëm një çmim të parë, por unë jam i sigurt që fitues janë të gjithë fëmijët. Festivali 58 i këngës për fëmijë do të transmetohet së shpejti në ekranin e RTS Korça, duke sjellë magjinë e kësaj nate edhe për ata që nuk ishin të pranishëm në sallë.